Sot kam ju tregu për një ngjarje që t'i ngëllon si film, ama s'është film, është realitet. Në Francë, në muzein më të famshëm të botës, Louvre, ka ndodhur një vjedhje si në La Casa de Papel. Imagjino, 4 tipa të maskuar mëngjes herët, veç hyjnë me një makinë ngrice si ato që i përdorin punëtorët për me ndreq dritare, ngjiten deri në dritaren e katit të dytë të muzeut, e presin xhamin me makinë, futën mrena dhe fillojnë me thy vitrinat me bizhuteri mbretore. Në ato vitrina ishin gjësende që kanë pasur mbretëresha franceze, varse, vath, gjëra me vlerë miliona euro. Në më pak se 7 minuta i marrin 8 objekte të rralla, dalin, hipin në skuter dhe zhduken. Si në film. Muzeu mbyll menjëherë, policia doli në vend ngjarje e Franca u trondit, sepse ai duhet të zvodhën thjesht para, por vodhën histori. Tash pyetja është, si ka mundësi që në muzeun më të sigurt në botë të hysh kështu thjesht, ose ndoshta dikush i ka ndihmu. Autoritetet kanë nisë hetime, por deri tash askush s'është kap. E më e keqja, një nga kurorat u gjet jashtë muzeut të thyer. Puna duket shumë profesionale, ndoshta ai dutet në përvojë në art ose ndonjë grup i organizuar që punon për tregun e zi. Edhe muzeun më të sigurt në botë e vodhën. Nëse mendon se je i sigurt 100%, kujto këtë histori.